Gjatë 10 viteve që në të njëjtin vend ose Ari po nisemi. Koha s'është ari. Asgjë s'do të përsëritet. Çdo gjë do ta di në tonën. Rrim e ne mendimi mirë. Veç mallu. Herën tjetër. Kush e di, kush jemi e qjemi. Do mirëmi me mirëqënien e bimëve, pa fisie, pa kapele, si në kishullet. Terrorizmësh. Nas një kohë, nas një Europë, nuk hyet me folklor luftrash. E ndjeva se duaj diçka t'ja ktheja këtyre njerëzve. Aty, lidhje drejt diçkaje që ende nuk e dinim se çfarë do të sillte. E Gojdana, për të parë artistë që përfaqësojnë denjësisht shqiptarët edhe në skena të mëdha jashtë vendit, por këtë herë në tokën e tyre, në atë copë parajse të quajtur theth. Tjetër histori abuzive. Në ato moment, brenda vetes imagjinoja vetëm zërin e tij. Duar të ketë një dimension publik jo vetëm nga shikuesi, bile edhe nga pjesa e Kalabrisë. Pra, pash një miks shumë të gjerë. ne kemi dashur gjithmonë me bë ka qenë për bashkimi dhe me kriju një skenë që njerëzit mund të kishin. Dhe spontaniteti të ndihmon shumë në këtë drejtim, kur gjërat bëhen edhe me shpirt. Atje dëgjova një gjë të jashtëzakonshme që u tha, çfarë kur krijohet traditë? Sepse tradita të bën që ky lloj artit janë ca revolucione të vogla. Janë revolucione të vogla sepse Ndjej për shembull dhe sonte që isha këtu deri tani duke ndjekur këtë program, dhe dokun nuk e merr. Pra, në këtë mënyrë njeriu punon që të fusi mënyrën e vet. Njeritën që i tha njerëz me shumë të drejtë, më kjo mos është e çuditshme, njerëz të rëndësishëm i kalon thotë si këtu poshtë njerëzit duan të këndojnë me qirin të ndezur, apo duar të ngritura lart për t'i plotësuar e ja bashkohemi me ta. Këtu poshtë bën ngrohtë nga frymët. Trupat e tyre janë të ngjitura. Unë i takoj principit të fshetë, ai nuk ka emër, as formë, as faj. Punon si ndërpërcjellës, vjen si ëndër e gjelbër në maj, me një buzëqeshje spin. Kjo matricë e gjithësisë, tund muret e tërësisë me një ecje brisë.